Ky lajm në përgjithësi është një lajm i hidhur, edhe me të hidhur e bën vetë fakti dhe situata që cilën është. Do të është një lajm cilën njerëzit në këtë kohë dhe Kosova në këtë kohë nuk do është keq si rastesh. Këtë lajm e bën edhe me të hidhur një pjesë ku ajo gjykat nuk ka as respektin me themelor të drejtave të njerëzit. Dihet vonesën që e bën për vizita, dihet dhe ajo që jam i sigurt që zoti tha që do ta lëshoj ditën e varrimit, do nëse lëshoj është një befasi që nuk besoj që do ta bëjnë, sepse ata përkundër faktit që thonë se është gjykata e popullit, ata kanë frikë nga ky popull. Prandaj pritojnë bitë këtij populli të binë në varrezat e prindërit të tyre. Vorroj ta ngushtojmë familjen e presidentit Kosovës Hashim Thaçi për vdekjen e prindërit Haxhiu. Është një dhembje që e ndajmë me familjen, është një proces i jetës natyrisht, po ardha e presidentit ta sheh babën dhe pas një dite i vdes baba, tregon lidhjen shpirtërore mes djalit dhe prindërit, kështu që Hashimi u nda që e pa prindërin gjallë, po të njëjtën kohë edhe prindër që e preku dorën e djalit që padrejtisht është në gjykatën speciale.